Ti ke qenë 5 orë në SPAK. Mund të themi për çfarë bëhet fjalë? 5 minuta. 5 orë 45 minuta. Gati Kam gjashtë bërë orë. një kallëzim ca ditë më parë dhe më kanë thirrur në kuadër të atij kallëzimit. Pra nuk është se ke qenë ti person ndjeni për një çështje ose në hetim. Si person ndjeni, po, mund quhet. Nuk është se kam një qartë për statusin ligjor që duhet caktoj, mund të jem dhe në hetim. E kam thënë më parë për koincidencë, pak ditë më para ftesës time, sepse vinin vërdall llafe të ndryshme me objekt prap të kërcënimit apo çantazhit, ta quajmë kështu që je në SPAK, që unë ka qelluar që kam thënë në intervistë tek MCN TV-ja një moment këtë detaj, por ndjenin time si person ndjeni, por mund të jem edhe në tjetër formë. Si ishte të jesh në SPAK, se nuk flet njeri, po unë dhe di që ti ke guxim, ose po themi guxim na thuash diçka të që mund të thuhen. 6 orë si periudhë gjatë, të rrish merresh në pyetje atje si funksionon. Është kaq e rënd edhe brenda, se nga jashtë perceptohet shumë e rënd. Doja ta shmangnim sepse nuk dua të cënoj nëse dhe mënyrë çfarë shton aty. Jo, më jep një përjetim. Po, jo detaje. Përjetimi është i qetë, nuk. Pra ti shkon atje merresh në pyetje? Po. Si në çdo zyrë prokurorie, thjesht padyshim SPAK-u sot gëzon një status shumë veçantë në Shqipëri dhe kjo krijon padyshim totalisht lidhje të lexim në tërpën e publik si edhe në vet. Që në këtë sens është diçka më serioze, më personale dhe ka një impakt si në perceptimin tënd aty brenda, si edhe në sjelljen e gjithë aktorëve të tjerë. Siç më pyet tim ka pyetur pothuajse çdo kush që nga ditë, kështu që në këtë këndvështrim qëndron ky aspekti impresionues. Po unë do të thoja diçka shumë personale nga natyra dhe kaq. Endri duhet bëj gjitha pyetjet që qarkullojnë edhe si thashë theme. Gjitha jepi. Endri Meksi shumë i lidhur me vllajën e kryeministit Rama, është e vërtetë apo jo? E kam shok. Olsi Rama. E kam patur përpara shumë shok për shkak dhe të tyre llafeve, le të themi frekuentohemi shumë rrallë, por e kam shok. Shumë i lidhur është tjetër term. Pra nuk është se ka marrëdhënie biznesi, ka marrëdhënie shoqërore. Zero marrëdhënie biznesi. Se qarkullon diskutim, ti besoj ke dëgjuar edhe vet. Zero marrëdhënie biznesi.